Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova në takim me lider nga Ballkani Perëndimor të organizuar nga përfaqësuesi e lartë e Bashkimit për Punë të Jashtme dhe të Sigurisë, Kaja Kallas, kritikoi BE-n për standardet të dy fishtave, veçanërisht kur bëhet fjalë për shtetet e vogla. Në njoftimin e zyrës së shtypit të kreut të shtetit thuhet se presidenti kërkoi të jepet fund këtyre standardeve, pasi kjo nuk është një mënyrë europiane, nuk është një praktikë europiane dhe nuk duhet të jetë një praktikë europiane. Pra për mua është sjellje anti-europiane, por praktikohet vazhdimisht nga Bashkimi Evropian, tha Siljanovska Davkova, presidente e Republikës Maqedonisë së Veriut. Ndërtimi i rrugës së shpejtë në korridorin e 10, një projekt rajonal që do të mundsojë zhvillimin e tregtisë, rritjen e shkëmbimit mes dy vendeve dhe një lidhje të shpejtë të porteve në Greqi me tregjet në Europën Qendrore, ishte në thelb takimi ndërmjet ministrit të transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, me zëvendës kryeministrin e qeverisë së Greqisë, Kostis Kazidakis. Pas takimit të mbajtur në Athinë, u konfirmuan përpjekjet e dyja vendeve për bashkëpunim më të mirë rajonal në fushën e infrastrukturës, transportit dhe shërbimeve. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti udhëtoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndonse nuk njoftohet se me kë do të takohet kryeministri i detyrë. Zyra e shtypit informon se shefi i qeverisë do të zhvillojë takime dypalçe me lider në kuadër të javës të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përmes pjesëmarrjes synohet fillimi i raporteve dypalçe me vendet partnere, fuqizimi i mëtejshëm i subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit tonë në raport me vendet mosnjose dhe prezantimi i mundësive dhe përparësive që Kosova ofron për investitorë të huaj, thuhet në njoftimin e qeverisë Kosovës. Bota. Sulmi briti, komentoi ministri i mbrojtësit Danimarkës. Troel Lundpoulsen, dronët që fluturuan gjatë natës mbi aeroportin e Aalborgut, si dhe mbi 3 aeroporte më të vogla në vend. Ai shtoi se duke si një aktor profesionist që ndronte pas tyre fluturimeve sistematike pa dhënolësi të mëtejshme gjatë një konference për shtyp të njëjtë në mëngjes. Målet med den her slags hybrid angreb, det er at skabe frygt. Det er at skabe. Qëllimi i fluturimeve ishte të krijojë frikë dhe ndarje, tha të njëjtën ministri danez i drejtësisë Peter Hummelgaard, duke shtuar se vendi do të kërkojë mënyra shtesë për të neutralizuar dronët. Aeroportet u rihapën mëngjesin e së njëjtës pasi kishin qëndruar të mbyllura për disa orë, kur dronë të pa identifikuar hyn gjatë natës në hapësirën e tyre ajrore. Ambasadori i Rusisë në Danimark, Vladimir Barbin, mohoi çdo përfshirje të vendit të tij në incidentin e Kopenhagenit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dënoi njojën e shtetit palestinez nga disa udhëheqës perëndimor, duke cilësuar këtë si një dorëzim të turpshëm ndaj terrorizmit. Njoja e shtetit palestinez nga disa udhëheqës nuk do të detyrojë Izraelin në asnjë mënyrë. Një shtet palestinez nuk do të krijohet, thuhet në deklaratën e kabinetit të kryeministrit në rrjetet sociale. Sipas Times of Israel, qindra protestues u mblodhen në aeroportit Ben Gurion për të kërkuar lirimin e pengjeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.